Azia, kontinenti më i madh dhe më i populluar në botë, është shtëpia e 49 shteteve të njohura. Në Azinë qendrore gjenden Kazakistani, Uzbekistani, Kirgistani, Taxhikistani dhe Turkmenistani. Duke kaluar në Azinë lindore, shtetet kryesore përfshin Kinën, Japoninë, Korenë e Jugut, Korenë e Veriut, Mongolinë dhe Tajvanin. Në Azinë juglindore, shtete si Indonezia, Vietnami, Tajlanda, Malajzia, Filipinet, Singapori, Brunei, Myanmari, Burma, Laosi, Kambodja dhe Timori lindor përbëjnë këtë rajon me diversitet të madh kulturor. Në jug, Azia jugore përfshin Indinë, Pakistanin, Bangladeshin, Sri Lankën, Nepalin, Butanin dhe Maldivet. Duke lëvizur drejt perëndimit, në lindjen e mesme ose Azinë perëndimore, ndodhen shtete si Arabia Saudite, Turqia, Irani, Iraku, Izraeli, Jordania, Libani, Siria, Palestina, Kuvajti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani. Së fundmi, rajoni i Kaukazit përbëhet nga Armenia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia. Përveç tyre, Çiproja, Afganistani, Rusia dhe Jemeni janë gjithashtu pjesë e Azisë, duke plotësuar listën e plotë të shteteve në këtë kontinent të gjerë.